Mirë se erdhe në kanalin Yjet Flasin. Nëse do që ti dëgjosh çdo ditë mesazhet që Yjet kanë për ty, abonohu tani dhe aktivizo zilen për të mos humbur asnjë parashikim. Universi nuk gabon kurrë, këto 5 shenja do marrin bekimin më të madh të vitit. Ka momente kur universi na kujton se asgjë nuk ndodh rastësisht. Çdo vonesë, çdo pengesë, çdo humbje apo pritje në fakt është pjesë e një plani më të madh, që ne nuk e shohim menjëherë, por e ndjejmë thellë në shpirt. Sepse universi nuk gabon kurrë, ai di saktësisht kur është koha e duhur për të hapur një derë, për të dhënë një shans apo për të dërguar një bekim që ndryshon gjithçka. Në këtë fazë të veçantë të vitit, energjitë planetare bashkohen në mënyrë perfekte. Dielli, Jupiteri dhe Hëna krijojnë një kombinim që sjell shpërblim, fat dhe qetësi shpirtërore. Disa shenja të zgjedhura do ta kuptojnë qartë sepse gjërat nuk kanë ndodhur më herët, sepse universi po i përgatitej t'u jepte diçka më të madhe se sa ç'mund të kishin imagjinuar. Nga dita në ditë, një frymë e re ndriçon rrugën përpara. Do të ndodhin ndryshime të papritura, lajme të gëzueshme dhe ndjenja që rikthejnë besimin. Për këto 5 shenja të bekuara, universi ka rezervuar bekimin më të madh të vitit, një shpërblim për durimin, për besimin dhe për zemrën e tyre të pastër. Kjo është koha kur gjithçka merr kuptim, kur vuajtjet shndërrohen në forcë dhe kur fati fillon të buzëqesh sërish, sepse në fund universi e di më mirë se ne, kur është koha e duhur për të dhënë mrekullinë. Le t'i zbulojmë tani 5 shenjat e përzgjedhura nga universi, që do të marrin bekimin më të madh të vitit dhe do ta ndjejnë fuqinë e fatit që ndryshon jetën. Demi është një nga shenjat më të forta, më këmbëngulëse dhe më të qëndrueshme, dhe universi më në fund po e shpërblen. Një periudhë e bollukut dhe e stabilitetit po afrohet, ku çështjet financiare marrin kthesën e pritur. Mund të vijë një fitim i madh, një propozim i papritur pune apo një mundësi që rrit të ardhurat. Në dashuri, Hëna të dhuron butësi dhe sinqeritet, një lidhje bëhet më e fortë, ose një person i ri hyn në jetën tënde me energji të pastër. Universi të thotë, durimi yt nuk ka qenë kot. Tani merr frytet e besimit tënd. Gaforja ka kaluar periudha të thella emocionale, por çdo lot ka qenë një far që tani po jep fryte. Universi të sjell qetësi shpirtërore, mbrojtje dhe dashuri të pastër. Një lajm që lidhet me familjen, shtëpinë ose një person të dashur do të mbush me gëzim. Në punë, një projekt që ke ndjekur me pasion fillon të sjellë rezultate. Në dashuri, ndjenjat bëhen më të forta, mund të përjetosh një ribashkim të ngrohtë ose një lidhje që të shëron plagët e vjetra. Bekimi yt është paqja, ajo ndjenjë që e kërkoje prej kohësh dhe tani më në fund e gjen. Virgjëresha është një nga shenjat që ka duruar në heshtje, ka punuar me përkushtim dhe ka besuar se universi do të udhëheqë. Tani, universi të shpërblen me rregull, qartësi dhe fitime konkrete. Në punë do të marrësh një vlerësim të madh, një rritje apo një mundësi që ndryshon drejtimin e karrierës. Në dashuri, dikush që të njeh mirë do të afrohet me një sinqeritet të rrallë, është koha për t'u hapur ndaj emocioneve. Universi të kujton, mrekullitë ndodhin kur përgatitesh në heshtje. Bekimi yt është stabiliteti dhe forca për të ndërtuar gjithçka që ke ëndërruar. Akrepi është në prag të një rilindjeje të vërtetë. Universi po të dhuron bekimin e transformimit të madh, një kapitull përmbyllet dhe një tjetër hapet me dritë, pasion dhe fat. Në punë mund të marrësh një lajm të jashtëzakonshëm, një fitim apo një njohje që të vendos më lart se më parë. Në dashuri, emocionet janë të thella, një lidhje bëhet më e fuqishme ose ndodh një afrim i papritur që ndes shpirtin. Ky është bekimi yt, fuqia për të rilindur dhe për të filluar nga e para, më i fortë dhe më i ndritur se kurrë. Për peshqit, universi ka rezervuar bekimin e dashurisë, të shpirtit dhe të frymëzimin. Ti je ndër ata që kanë besuar edhe kur gjithçka duke je humbur, dhe tani fati po të shpërblen me gëzim të papritur. Një lajm i madh mund të vijë nga një person i largët ose një mundësi që e ke ëndërruar. Në dashuri, ndjenjat bëhen magjike, një lidhje përforcohet ose një person që të kupton shpirtin tënd afrohet me qëllime të pastra. Bekimi yt është ndriçimi i brendshëm, një valë e fortë paqeje dhe harmonie që të bën të ndihesh në vendin e duhur. Për Demin, Gaforen, Virgjëreshën, Akrepin dhe Peshqit, universi ka folur qartë. Nuk keni humbur asgjë, gjithçka po vjen në momentin e duhur.
Këto ditë do të ndjeni energjinë e bekimit më të madh të vitit, një ndjenjë që ju kujton se vërtet universi nuk gabon kurrë. Kështu pra, universi këtë herë ka folur qartë. Për Demin, Gaforen, Virgjëreshën, Akrepin dhe Peshqit, po afrohet momenti që do t'ju provoj se asgjë nuk ka ndodhur rastësisht. Gjithçka që keni përjetuar ju ka çuar drejt këtij bekimi të madh që tani po hyn në jetën tuaj. Mos harroni, universi nuk gabon kurrë. Ai di saktësisht kur është koha për të hapur derën e fatit, për të dërguar dashurinë e duhur dhe për t'ju dhënë atë që keni ëndërruar me zemër. Shkruani në komente shenjën tuaj të lindjes dhe më tregoni nëse ndjeni tashmë energjinë e këtij bekimi që po afrohet. Dhe mos harroni të abonoheni në kanalin tim, të aktivizoni zilen dhe të shpërndani videon me miqtë tuaj që besojnë në fuqinë e yjeve.